Presidenti Bayram Begaj në nisje të vizitës zyrtare në Austri u prit nga presidenti Alexander Van der Bellen, me të cilën zhvilloi një takim. Begaj shpreh homologut të tij mirënjohje ndaj Austrisë për mbështetjen e vazhdueshme në shumë fusha. Marrëdhëniet tona përbën një partneritet që forcohet ditë a ditë. Ne duhet të mundsojmë që këto interesa strategjike të reflektohen në veprime të përbashkëta për një të ardhme të një Shqipërie të zhvilluar, një Shqipëri anëtare në Bashkimin Evropian, një Ballkan perëndimor të sigurt, paqësor dhe të integruar në Bashkimin Evropian dhe një rajon larg ndikimit të aktorëve. Begaj nënvizoi se Shqipëria ka ecur me shpejtësi 2 vitet e fundit dhe është optimiste për të hapur brenda vitit të gjithë grup kapitujt me objektiv kombëtar antarësimin në 2030-ën. Pavarësisht se antarësimi do të marrë kohën e vet, ne jemi shumë të bindur sepse më shumë rëndësi ka procesi i cili transformon shoqërinë, transformon mirëqeverisjen, ekonominë dhe sjell përfitime direkte për të gjithë qytetarët shqiptar. Gjatë takimit Begaj Van der Bellen u diskutua edhe Kosova, për të cilën presidenti i Republikës i përcolli homologut të tij mirënjohje për rolin dhe kontributin e Austrisë në mbështetjen e Kosovës.